Procedurat në IVF nuk janë ndalë, do të thotë vazhdojnë me ritëm normal, do të thotë ndoshta është pak më i zvoglum, jo se sa kemi prit, mirë po vazhdohet, deri tash janë dikon 2000 paciente të cilat kanë kërkuar ndihmë ose për nevojat IVF-it, infertilitetit kanë kryer shërbimet, kontrollat, ku mjekët janë marrë me ato për janarit deri tash janë 2000 paciente që kanë kaluar nëpër durë të mjekëve tanë, edhe janë përgatit, me një fjalë janë përgatit me analiza, me procedurat nevojshme paraprake, të cilat kanë nevojë për një nështru procedurat IVF-it, janë klasifikuar thjesht, edhe janë listën e pritjes disa, mirë po, disa tjera të cilat janë ma prioritet, se të cilat duhet të intervenohet janë intervenu, janë bërë disa opu, si i thojmë marrja ovociteve, janë dikon 6, janë bërë 3 transfere, dhe më thotë e pacientet pas stimulimit, edhe jemi në pritje të konfirmimit të shtatzanive të para për këtyre transfereve. Dhe më thotë, puna po ecë, mirë po, e kemi prit me një qasje ose me një fluks më të shpejt, më të madh, po nuk kemi mundësi njerë për shkak disa probleme që na kanë dalë në të nderim edhe në furnizim e preparate. Shumica preparateve janë këtu, në ginekologji, do të thotë në barnatorën qendrore, ku është bërë furnizimi edhe kanë përdorur pacientët. Ndërsa 2 preparatet, të cilat presin të hapet të nderi, ato domethënë preparate ka mundësi që i kanë siguru vetë pacientat. Domethënë janë 2 preparate të cilat janë me një kosto shumë të vogël, po për shkak mos shagite pak punën me to edhe kanë shpejt dëshirën edhe atë i kanë siguru. Ndërsa shumica e preparateve janë këtu, domethënë që janë siguru për këtuajt. Çdo aparatur është në funksion. Çdo procedurë që duhet bëhet është funksion kryet ka mjekët e klinikës obstetrike. Mjekët janë përgatitur për gjitha procedurat, për gjitha intervenimet që duhet bëhen në ginekologji. IVF-i nuk është realizuar kur në sistemin publik, edhe ka qenë një vullnet, jo vetëm vullnet politik, po edhe një punë shumë e madhe që është bërë me profesionistët shëndetësor që këtë shërbim, qytetarët, çiftet tona, mos shkojnë vetëm në shtete tjera dhe në klinikat private, po ta marrin në sistemin publik. Dhe mendoj që laboratori dhe gjithë investimi që bërë në repartin e IVF-it është një për investimeve që asnjë spital privat sot në Kosovë nuk i ka. Dhe të gjitha shërbimet e para kur fillojnë natyrisht janë edhe gjëra të paparashikueshme, të cilat mund me ndodh rrugës, mirë po ajo që ka ndodh është se sistemi ka fillu punën dhe nuk ka më kthim mbrapa. Nuk do të ketë më kthim mbrapa vetëm përpara.